Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Rreshjet e dendura të shiut shkaktuan vështirësi qarkullimi në Shqipëri dhe Kosovë. Policia e shtetit njoftoi përmbytje në disa pjesë të aksit rrugor interurban Tiranë-Durrës, konkretisht në zonën pranë karburantit në hyrje të Durrësit. Policia thotë se për të shmangur trafikun dhe aksidentet, lëvizja devijohet nga rruga e Plepave për në Ndrojsh dhe nga rruga Rogozhin Elbasan Tiranë. Policia apelon për drejtuesit e mjeteve që të shmangin lëvizjet e panevojshme, të tregojnë kujdes maksimal gjatë lëvizjes, të ndjekin udhëzimet e punojësve të policisë dhe të zbatojnë sinjalistikë rrugore. Bllokohet taksi nacional te Pelen Gjirokastër në vendin e quajtur Shkalla e Zezë, për shkak të rreshjeve të shiut. Një masiv shtufor në rrugë krijon rreth të gjata pritje tek automjetet në të dy anët e rrugës. Në vendngjarje shkuan si policia rrugore dhe punojësit e firmës kontraktore për zgjidhjen e situatës krijuar. Kushtet e vështira të motit shkaktuan ndërprerje të disa fluturimeve në aeroportin Nën Tereza. Anullohen nisjet nga Tirana për në Milano, Venecia dhe Rimini në orët e paradites dhe një mbërritje nga Venecia. Për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, disa fluturime mund të ndikojnë në oraret e tyre, thuhet në njoftimin e Tirana International Airport, ndërsa operacionet vijojnë normalisht me stafet që punojnë në koordinim të ngushtë për të garantuar shërbime të pandërprera në aeroport. Pasagerët këshillohen të kontrollojnë statusin e fluturimit të tyre dhe të qëndrojnë në kontakt me linjën ajrore përkatëse për përditësime. Në vaun e Dejës, lumi gjatër ka dalë nga shtrati duke shkaktuar rritje të nivelit të ujit në lagjen Kapedani. Në fusharës ka shkarje dherash dhe rënje gurësht në disa rrugë rurale. Në Shkodër nuk ka problematika në qarkullim, por rezultojnë pa energji, Postriba dhe Kelmendi. Rreshjet e shiut në qarkun e Kukësit rritën pruret në hidrocentralin e Fierzës. Të dhënat e fundit nga eci i Fierzës tregojnë një rritje deri në 1400 m3 ujë për sekond. Aktualisht, niveli i liçenit të Fierzës është 281.18 metra. Pavarësisht sasisë së rreshjeve, hidrocentrali i Fierzës vijon të mos prodhojë energji elektrike me qëllim ruajtjen e rezervave ujore. Fuqia aktive e prodhimit është 0 MW dhe aktualisht asnjë nga 4 agregatet e ecit të Fierzës nuk është të punë. Liçeni i Fierzës është në nivelin maksimal të tij 296 metra. Ai luan një rol kyç në sistemin energjetik kombëtar, jo vetëm për prodhimin e energjisë, por edhe për menaxhimin e prureve të lumit Drin dhe shmangjen e rrezikut të përmbytjeve në zonat e ulta. Instituti Meteorologjik i Kosovës njofton se rreshjet e pandërprera të shiut gjatë ditëve të fundit kanë shkaktuar vështrime lokale në disa zona të vendit. Si pasojë e rreshjeve të pandërprera në Gjakov, Junik, Deçan, Malishev, Vravec, Klin, si dhe në pjesën qendrore janë shkaktuar vështrime lokale. Si rezultat, disa lumenj dhe prenj kanë dalë nga shtretërit e tyre. Aktualisht lumenjt kryesor të vendit, veçanërisht ata në pjesën qendrore, lindore dhe jugore, Ibri, Sidnica, Lepensi, Morava dhe Binç, paraqesin rritje të lehta të nivelit të ujit. Rreshjet e shiut në Kosovë shkaktuan probleme edhe në furnizimin me energji elektrike. Përpasoj është rrezikuar në stacionin në Drenas, ku për shkaqe sigurie është ndërprer furnizimi me energji elektrike. Uji ka depërtuar në 9 stacion, duke paraqitur rrezik serioz për funksionimin e sigurt të rrjetit elektrik. Komuna e Malishevës në Kosovë bën thirrje për kujdes të shtuar ndaj qytetarëve për shkak të gjendjes së rënduar nga kushtet atmosferike. Shtabi emergjent apelon qytetarët të shmangen lëvizjet e panevojshme. Shumë rrugë janë bllokuar nga uji për shkak të rritjes së nivelit të lumenjve dhe premjeve, duke vështirësuar qarkullimin. Këshillohen qytetarët të shmangin lëvizjet e panevojshme. Ushtruesi i detyrës së ministrit të infrastrukturës në Kosovë, Hysén Dermishi, njofton gjendjen e gatishmërisë për të menaxhuar së mipare rreshjet e shiut. Ekipet e mirëmbajtjes janë në terren dhe po ndërhyjnë kudo që është e mundur për të përmirësuar kushtet e qarkullimit. Megjithatë, na duhet edhe bashkëpunimi juaj dhe tu përshtateni kushteve të rrugës, shkruan në rrjetet sociale ministri i infrastrukturës në Kosovë, Hysén Dermishi. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e vlerësoi si shqetësuese gjendjen e përmbytjeve në disa zona të Kosovës. Haradinaj bëri të ditur se në disa vendbanime ka nisur dhe evakuimi banorëve. Situata e krijuar pas rreshjeve të vazhdueshme që ka shkaktuar përmbytje është tejet shqetësuese, shkruan Haradinaj në rrjetet sociale. Ai ka bërë të ditur se ka kontaktuar me kryetarët e komunave që udhëhiqen nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës për t'u informuar nga afër lidhur me veprimet që po ndërmerren në nivel lokal për përballimin e kësaj situate. Kreu i Aleancës ka kërkuar angazhimin e shtuar nga institucionet qendrore dhe lokale duke cilësuar situatën si urgjencë kombëtare. Qarkullimi në Republikën e Maqedonisë së Veriut zhvillohet pa pengesë në rrugë kryesisht me lagështirë. Intensiteti i qarkullimit në akset rrugore jashtë zonave urbane është mesatar. Rekomandohet shpejtësi e përshtatur e lëvizjes, respektimi i sinjalistikës rrugore dhe drejtimi i kujdesshëm i automjeteve veçanërisht në rrugët që kalojnë në përlugina lumenjsh dhe gryka ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për segmentet
Katlov Velez, Mavrov Dibërstruk, Vinic Berov dhe Koçan Delchev. Vijon detyrimi ligjor për pajisjet dimërore në automjete pavarësisht kushteve aktuale të motit. Moti në Maqedoninë e Veriut parashikohet të jetë me vranësira të ndryshueshme me rreshje të herpasershme shiu lokale. Do të fryjë një yjer mesatare herpasershme përforcuar nga dritimi jugor. Temperatura minimale do të jenë në intervalin nga 7-11 gradë Celsius, ndërsa maksimale nga 11 në 14 gradë Celsius. Në Shkup moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme me kushte për shi të herpasershme. Do të fryjë herë mesatare nga dritimi jugor. Temperatura minimale do të bjerë në 9 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë 13 gradë Celsius. Të mërkurën do të ketë rreshje shiu veçanërisht pas ditës e gjatë natës, ku do të shndrohen në borë në pjesët perëndimore. Do të fryjë herë përforcuar nga dritimi jugor mbi 60 km/h. Të njëjtën rreshje do të jenë kryesisht me borë. Pritet të formohet një shtresë e re dëbore në pjesën perëndimore. Të premte do të ketë një stabilizim të përkohshëm të motit, ndërsa gjatë fundjavës do të ketë përsëri rreshje lokale shiu dhe bore. Ekonomi. Ndërtimi në Shqipëri vijon të mbetet sektori me rritjet besimit e konsumatorët. Rritet me 4.5% indeksi i besimit. Në rritjen mujore ndikuan të dy komponentët, si vlerësimi i bizneseve për aktivitetin ndërtues dhe ai porosive aktuale. Pritjet për çmimet në të ardhmen janë vlerësuar me rritje. Treguesi besimit të industrisë regjistroi një rënje të lehtë me 0.2% në muajin dhjetor, indikuar nga prirjet në rënje për porosit nga eksportet. Pritjet e bizneseve të këtij sektori për punësimin në të ardhmen ka regjistruar rritje, ndërkohë që çmimet e produkteve që do të prodhojnë në të ardhmen priten të mbeten pothuajse të njëjta. Vijon shtrëngtimi i banesave në Maqedoninë e Veriut. Në 3 mujorin e 4 të vitit 2025, çmimet e pronave të paluajshme u shtrëngtuan me 25% në nivel vjetor, ndërsa me 3.2% në nivel mujor, tregojnë të dhënat e publikuara nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut. Në 3 mujorin e 3 të vitit kaluar, çmimet e pronave shënuan në rritje në nivel vjetor me 25.1%, pas rritjes prej 19.5% në 3 mujorin e parë dhe 19.9% në 3 mujorin e dytë. Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut publikoi indeksin e çmimeve të pasurive të paluajshme në bazë të dhënave, të cilat kanë të bëjnë me banesat e shpallura për shitje në territorin e Shkupit. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut paralajmëron se maksimumi i gripit sezonal pritet në 2 deri në 3 javët e ardhshme. Azir Aliu shpjegon se shtimi të prekurve nga gripi në këtë periudhë është normale sikurse çdo vit tjetër. Ai apelon qytetarët të vaksinohen. Kemi diku 2 deri në 3.000 vaksina të cilat i kemi stok. Qytetarët të shkojnë pa pasur nevojë të regjistrohen në portalin për vaksinim, direkt të shkojnë në ndonjë institucion shëndetësor dhe të vaksinohen, sidomos apeloj qytetarët që janë kategori të rrezikuara, siç janë të moshuarit, personat të cilët punojnë në sektor të ndryshëm, sidomos në shëndetësi dhe gratë shtatzëna, deklaroi ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Azir Aliu. Deri më tani, rezultojnë të vaksinuar rreth 77.000 persona. Politik. Opozita në Shqipëri kërkon nga mazhoranca limin e arrestimit të zëvendës kryeministres dhe njëkohësisht ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi mbledhjen e Këshillit të Mandatave për të vijuar shqyrtimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit për Ballukun. Ky është një akt i paprecedent që nuk ka ndodhur kurrë në kuvendin e Shqipërisë, ku Këshilli i Mandatave të ketë marrë më shumë se 3 javë kohë për të shqyrtuar një kërkesë të ngutshme të prokurorisë, qoftë përpara kryerjes së reformës në drejtësi, qoftë pas reformës në drejtësi. Kjo edhe për faktin sepse ne në 118 i rregullores kuvendit që rregullon mënyrën se si funksionon kuvendi i Shqipërisë në rastin e kërkesave të prokurorisë për të autorizuar arrestimin e një deputeti, e trajton procedurën si një procedurë të ngutshme, si një procedurë urgjente. Ishte Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar Demokrat. Shkarkohet kreu i Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve, Flauers Shoshi. Ai është emëruar në postin e drejtorit të Ujësjelljes Kanalizimeve të Tiranës. Shoshi zëvendëson në këtë post ish drejtorin Skerdi Drenova, i cili u shkarkua në ditët e fundit të vitit kaluar. Merret u emëruan kreu i ri i korporatës elektrogjetike dhe autoritetit rrugor shqiptar. Mbetet në burg Ilir Meta. Gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar rrëzoi kërkesën e presidentit të Partisë së Lirisë. Meta kërkoi ndryshimin e masës së sigurisë në një masë më të lehtë, me argumentin se nuk përbën rrezik për prishjen e provave, intimidimin e dëshitarëve apo të largohet nga vendi. Por gjyqtari Erion Çela vendosi të lërë në fuqi masën arrest me burg. Avokati i Ilir Metës, Kujtim Cakani, tha se nuk kishte asnjë bazë ligjore për rrëzimin e kërkesës.
Sipas Sakranit, Meta nuk mund të mbahet në paraburgim, ndërkohë që çështja e tij zvaritet nga prokuroria ose gjykata. Ne i kërkuam gjykatës që ta zvendësonte masë sigurimit sepse e kishim të bazuar këtë në jurisprudencën e gjykatës të drejtave të njeriut, gjykatës evropiane, në gjykatë disa vendime gjykatës kushtetuese dhe besonim dhe shpresonim që sot gjykata të ngrihej në lartësinë e një gjykate ku të jepte drejtësi. Gjykatat nuk u ngrit dot në lartësi, mbeti gjykata në kapur peng, mbeti gjyqtare notere përsëri e prokurorisë. Sakrani theksoi se Meta nuk mund të lërë dot garanci pasurore për të dalë nga qelia, pasi sipas tij nuk disponon pasuri. Zoti Meta nuk mund të lërë garanci pasurore sepse nuk ka pasuri. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Demokratike e Kosovës arrin në 23 mandate deputetësh, ndërsa LDK-ja bie në 14 në Kuvendin e Kosovës nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Teksa vijon numërimi votave me kush, lëvizja vetëvendosje aktualisht ka 57 mandate, ndërkohë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka siguruar 6 mandate në listaturën e 10. Këto të dhëna janë pasqyruar në platformën elektronike të KQZ-s, nga ku 57 vend votime me kusht të nivel vendi janë numëruar 41 prej tyre. Pas numërimit të votave me kusht, do të nisë procesi numërimit të votave të dhëna nga personat me nevoja të veçanta. KQZ-ja paralajmëroi se rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit pritet të shpallen përpara 19 janarit. Presidenca e Kosovës mos është në dinit të informacioneve se Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka nisur verifikimin e pasurisë së presidentes Vjosa Osmani. Megjithatë, këshilltari për media i presidentes Bekim Kupina tha se kreu i shtetit mirëpret çdo verifikim nga cili do institucion që është i bazuar në pavarësi, panshmëri, integritet dhe fakte. Një ditë më parë në media u raportua se Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit ka nisur procedurën zyrtare të verifikimit të pasurisë presidentes Vjosa Osmani për shkak se, siç u raportua në media, kjo agjenci kishte gjetur dallime të theksuara në deklaratën e saj të pasurisë ndërmjet viteve 2024 dhe 2025. Mbrojtja ish presidentit Kosovës Hashim Thaçi ankohet në gjykatën kushtetuese të Hagës për shkeljet e të drejtave themelore të njeriut pas akuzave për pengim të drejtësisë. Kryetari i gjykatës speciale caktoi panelin e gjyqtarëve të kushtetueses për trajtimin e ankesës. Në të thuhet se Hashim Thaçi është viktimë e shkeljeve të përcaktuara në këto parashtresa në lidhje me caktimin e palishëm si të gjyqtarit të vetëm, ashtu dhe të gjyqtarëve të procedurës paraprake. Avokatët përmendën të drejtat që ka Thaçi për privatësi, për faktin se me vendimet të gjyqtarëve atij janë regjistruar fshetas bisedat dhe janë marrë pajisjet personale. Ndër të tjera thuhet se janë nxjerrë urdhra që mundësonin sekuestrimi dhe kontrolli në kompjuterit të Thaçit si të nxjerrjen e të dhënave prej tij, të cilat përfshinin korrespondencën dhe shkrimet e tij personale. Bota. Italia mbështet ndërhyrjen amerikane në Venezuelë. Ministri i jashtëm i Italisë Antonio Tajani deklaroi se ndërhyrja amerikane është legjitime, duke u bazuar në kërcënimin që SBA perceptuan, pavarësisht kundërshtimeve ndërkombëtare mbi përdorimin e forcës dhe lishmërinë e saj. Ne nuk mendojmë se ndërhyrjet ushtarake janë zgjidhje për probleme, tha Tajani, duke nënvizuar se Italia tradicionalisht favorizon zgjidhje diplomatike. Megjithatë, ai theksoi se nga këndvështrimi amerikan, sidomos përballë kërcënimit të përshkallëzuar në Venezuelë, ndërhyrja e SBA-s mund të shihet si legjitime. Tajani u shpreh se trafikimi i drogës shërben si instrument destabilizues që ndikon në sigurinë e vendeve të tjera. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.